presidentja në këtë rast në bashkëpunim me subjektet politike mundet sepse i vjen edhe KQZ-s përgatitje, kështu që gjithçka na çon diku te shtatori, fillimi tetorit, madje takimi sotëm i thirrur nga presidentja që do t'i kapë edhe afatet e para të fillimit tetorit, mund të jetë edhe kjo një alternativë sepse ajo mund t'ja thotë sot në sy. Ne mund të akordohemi për datën e zgjedhjeve lokale, por nëse s'lëvizmi ne mund t'i bëjmë të dy parë zgjedhjet, sepse fundit ky vend do mundet me mbeti bllokum pafundësisht. Mirë, si mendon se do të adresohet përgjegjësia në zgjedhje? Një opinion kështu i lirë në parim, kë mendon se do ta zënë qytetarët në faj? Pa dashur që të bëjmë burdushi këto, pa dashur që të hymë në parashikime, por ne të dy lexojmë mbresat, opinionet e njerëzve, takojmë njerëz. Si do duket përshtypja, kush i ka fajt sipas qytetarëve? Nëse shiqohet, po tham edhe një herë, në mënyrë racionale i gjithë kjo që ndodhi pas 9 shkurtit, faji u hedhet gjithëve, nuk ka askush që amnestohet nga kjo. Mirë, po një pjesë e madhe qytetarëve janë të zhgënjur madje edhe me zotin Kurti që s'arriti me gjithë to vota që i ka fituar, pra me gjithë ta numra që i ka fituar në kuvend që të gjejë një partner për ta bën qeverinë, por mos harrarben. Momenti që qytetarët kanë me ardhur para vendimit për me votu pra në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme, nëse veç eventualisht po provokohen, ata kanë me ardhur para një dileme, t'ja ngrismi edhe pak fitilin vetëvendosjes në kuptimin që me që është kaq shumë me distancë të madhe me parti tjera, sepse është ende një mendim i qytetarëve që kjo zoti Kurti duhet të qeverisë. Kta kemi pa me 9 shkurt, sado që ka qeverisë 4 vite i vetëm, me gjithë ato defekte që i ka pas qeverisja ti, me gjithë atë ka marrë një numër jashtëzakonisht madh votave. Tash s'po du më nal me krahasu me 2021, 2021 kemi thonë ka qenë një vot pak më shumë edhe si vot ndëshkuese për subjekte tjera. Pra, jemi një qytetar i cili e ka mendjen ende që zoti Kurti duhet me qeverisë. Kur thamë një qytetar me shumicë, sepse kuptohet që ne kemi pluralizëm politik dhe se gjithë subjekt politik merr vota. Tash çka ndodh? Unë shoh që mund të ketë rëmje në vetëvendosja, nuk mund t'i merr ashtu ato 400.000 vota si ka marrë. Mirë, po i shkon favor sepse dalin ma pak votues dhe me shumë gjasë nisma nëse veç nuk akomodohet dikun, potencialisht nuk mundet me kalu pragun. Sakt. Aleanca, unë për mendimin tem është e rrezikuar, sepse njerëzit megjithatë, sidomos gjuha e zotit Haradinaj edhe pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, sikur e kalon pak pa alternativë për bashkëpunim me vetëvendosjen. Dhe votuesit e aleancës, ndoshta pak me të drejtë mund të thonë pse duhet me votu, kur ky nuk po don me hyrë në qeveri me Kurtin dhe Kurti i fiton zgjedhjet. Prandaj jemi në një situatë kur edhe aleanca është e rrezikuar. Tash çka ndodh? Gjithë ajo vot e cila nuk kalohet pragun nga subjektet politike, ajo shkon pastaj subjekteve të cilat e kalojnë pragun. Dhe në një farë mënyrë determinuese mbeten 3 subjekte tjera. VV-ja, PDK-ja dhe LDK-ja. Unë mendoj që PDK-ja për momentin e ka marrë maksimumin që mundet me marrë, sepse nuk i ka krerët e saj, nuk mundet ma tepër me, unë mendoj që PDK-ja mundet ndoshta me përfitu edhe ndonjë vot pak naqërve që kanë lëviz nga PDK-ja në VV, që janë një numër i pakt, kemi thonë, por problemin që i shkakton PDK-s në këtë fazë është, unë besoj koqa shumë edhe centralizimi i votës në Drenicë, respektivisht numri i madh i deputetëve që janë zgjedhur në Drenicë, ka me kon pak një lloj me dyshje në për rajone tjera se a ja vlen me votu na kandidatin ton, kur e dim a priori që është vështirë me kalu, se atje në Drenicë kanë bllokun, në kuptimin kaluhet më ndrysh. Prandaj kjo mund të shkaktoj disa telashe, dhe s'dia e gjojni Bedri Hamz prap me don në garë, mos harroni që Bedri Hamza ka thith një pjesë të elektoratit afër tij. Pra kjo është e PDK-ja. Kthehemi te LDK-ja. LDK-ja nuk don qeveri me bo bashkë me VV-n, po nuk deshti as me PDK-n. Edhe këtu ka me pas votues të cilët kanë me menu pse duhet me votu, e para s'ndel. Edhe e dyta është rrezik a mundel as s'ndel. Atëherë kur je i treti, kryeministri më nuk mund merr, sepse nuk lejojnë më rrethonat, Arben nuk besoj që realisht i humb, si më thonë edhe lezeti i garës, që të kalkulohet kryeministri më boj partisë 34. Kjo nuk duhet me ndodhë në Kosovë, sepse besoj që kemi avancu me konsolidime e demokracisë në vendin tonë, që kjo mos me ndodhë. Prandaj,
këtu kanë qenë pro nuk di apo don me ndëgju dhe do të them veç ta dëgjojmë Johonën, ta dëgjojmë Johonën në fakt.